Çfarë do të thotë kur një profesionist I estetikës thotë që duhet ta injektoj në kock dhe jo me kanul? Te pjesa e injektimit me xhilpan është shumë e rëndësishme me ditë areën ose hapësirën ku je duke injektuar me xhilpan. Për shembull, pjesa e mollzave, efekti lifting bëhet shumë më mirë kur ti e prek periostin ose kockën, ik 1 milimetër, aspiron 12-20 sekonda dhe vendos pjesën e fillerit, për arsye se është efekt lifting për shkak të strukturave të cilat gjenden mbi strukturën kockë. Domethënë, një pyetje për trekëndshën e lotit. Shumë vajza kanë probleme, është gjithmonë ai syri kështu si I pangopur me gjumë, kanë qeskat e syve siç quhen në gjuhën popullore. Po është shumë delikat dhe I rrezikshëm si trajtim dhe duhet bërë nga një dorë profesionisti. Çfarë teknike aplikon aty? Patjetër, gjithmonë aplikoj teknikën kanulare për arsye se është shumë më safe dhe mundësia që ti me ataku ose me kalu ka forameni infraorbital, të cilën ne mjekët e kemi si pikë ku nuk duhet as me qenë afër forameni infraorbital, është shumë e vogël. Filleri vendoset në sasi shumë të vogla te pjesa trekonshit të lotit dhe për këtë injektohet me kanull, rrezikshmëria ose probabiliteti që personi me u verbu prej mbushjes së trekonshit të lotit është gati thuajse 0. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.